E kemi kolegun ton nga desku informativ, pra Lotri Berisha, i cili do të na tregoj më gjithësisht për ngjarjen e ditës që e ka përcjellur gjatë ditës së sotme. Mirë se erdhe. Faleminderit. Si po ndihesh fillimisht në këtë ambient të ri? Në fakt, me lënë t'ju uroj për emisionin e ri që keni filluar, shpresoj të ecën mirë, është një ambient shumë i mirë. Faleminderit me bashkëpunimin e të gjithë kolegëve, besoj që do t'ja arrijmë qëllimin. Atëherë, sot ka pasur takim shefat e grupeve parlamentare. Po. Na tërgo si ishte rrjedhoja këtij takimi, çfarë kishte të reja, çfarë është diskutuar? Po, në fakt mirëjeta sot ishte mbledhja e kryesisë bashkë me shefat e grupeve parlamentare, të cilat përbën koalicionin qeverisës, pasi dihet se partitë opozitare ka kohë që nuk po marrin pjesë në këto mbledhje të kryesisë, por edhe në komisionet parlamentare. Në këtë mbledhje të kryesisë, një ditë para seancës, u diskutua për hapat të cilat duhet ndërmarren me qëllim të krijimit të kushteve në Kuvendin e Kosovës. Aty u përmend mundësia realisht, që nëse edhe njëherë partitë opozitare vazhdojnë të pengojnë punën e Kuvendit të Kosovës, atëherë kryesia e Kuvendit propozoi realisht, Xhavet Haliti propozoi që nëse opozitarët bllokojnë sërish punën e Kuvendit, të shkohet me një pauzë dhe mandej kryesia e Kuvendit të vendosë nëse duan të ndërhyjnë me anë të policisë, realisht sigurimit, që të krijojnë kushte punën e Kuvendit. Normalisht në këtë më së shumti insistuan përfaqësuesit e LDK-s në kryesi, pasi dihet që LDK udhëheq me qeverinë dhe ajo është më shumë interesuar të mos e lejojë bllokimin e Kuvendit. Përkrahje mori edhe nga anëtarët e PDK-s të cilët bëjnë pjesë në kryesi. Prandaj nesër pritet që seanca, realisht edhe pse tashmë dihet që opozita është e vendosur për të bllokuar secilën seancë për sa kohë që kryeministri Mustafa nuk e tërheq nënshkrimin nga marrëveshjet e 25 gushtit, pritet që nesër të dihet se si duhet veprohet tutje. Pra mund të themi lirisht se nesër është dita D për Kuvendit, do të dihet se a do të shkohet me një blokadë realisht e cila ka kapluar këtë institucion tash një muaj, apo do të detyrohet që kryetari i Kuvendit, zoti Veseli, të thrasë sigurimin, të ftoj sigurimin për të krijuar kushte punën e Kuvend. Gjë e cila nuk di se do të përfundonte. Po, gjithsesi do të rishikohet me siguri edhe ligjërisht se cilat janë të drejtat. Po, në fakt zoti Veseli u arsytua se nuk e ka thirrur asnjëherë sigurimin me pretekstin se nuk i lejohet, pa u konsultuar me kryesinë e Kuvendit. Pra u vendos që nesër të shkohet me një pauzë, fillimisht nëse opozitarët bllokojnë Kuvendin dhe mandej të tërhiqen për të vendosur nëse për hapat e mëtutjeshëm me qëllim të tejkalimit të kësaj blokade. Po, është edhe ngjarja e përgatitur që kemi tashmë të gati, besoj nga regjia. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne dhe gjithsesi unë besoj që çdo ditë do të na sjellësh diçka të reja, po edhe kur ka të reja nga Kuvendi dhe ngjarjet e tjera që do të zhvillohen në vendin tonë. Faleminderit juve. Edhe një pyetje e kam, deshta ta di nëse ke marrë ndonjë prononcim nga opozita, e kanë lëvizur qëndrimin e tyre? Jo, opozitarët vazhdojnë të qëndrojnë, janë barikaduar në qëndrimin e tyre, pra ata vetëvendosja AK Nisma do të bllokojnë secilën seancë, pra është qëndrim i prerë i tyre për të bllokuar punën e Kuvendit dhe ata këtë bllokim do ta fokusojnë edhe në institucione tjera, pra është qëndrim i prerë opozitarëve për bllokim të jetës institucionale përderisa nuk përmbushen kërkesat e tyre drejtuar ekzekutivit. Po nuk di nëse e kam parasysh se masat të cilat do të mirën ndaj tyre sa i përket sigurisë në vend, të gjithë jemi të interesuar të kemi siguri në vend, tashmë Albin Kurti është arrestuar nëse nuk gaboj para 2 ditëve dhe eskaloi situata në një mënyrë. Çfarë tutje mendojnë ata se do të ndodhë nëse ata vazhdojnë që të hudhin vezë, ujë të tjera ndaj pozitës? Po, realisht njohësit e çështjeve politike cilat përcjellen zhvillimet në vend kanë tërhequr vërejtjen se vendi po shkon në një krizë institucionale, përveç institucionale rrezikohet që vendi të shkojë në një krizë ku do të mund të përballeshim me protesta masive të qytetarëve, ndërkohë që dihet që nga kjo më së shumti do të humbishin realisht qytetarët e Kosovës. Vendi ka kohë që po aspiron për në procese integruese. Shumë shpejt realisht pritet është zotim i qeverisë Kosovës që
të vazhdohet me nënshkrimin, që të marrë nënshkrimin e MSA-s dhe të vazhdohet me liberalizim të vizave, prandaj vlerësojnë se çdo blokadë ata ja hudhin fajin qeverisë, se çdo blokadë nga kjo blokadë mund të pesojnë qytetarët e Kosovës pra me mos marrje të liberalizimit vizave. Po se shohin me siguri me qenë në ngjarje qytetarët reagimin e pozitës në këtë rast ndaj opozitës? Po, në fakt ka që... Dhe a ka gjasa që të tërhiqen këto nënshkrime dhe si mund të shkojë rrjedhoja për të ofruar stabilitet në vend? Po, në fakt, qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka deklaruar se këto janë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk mund të tërhiqen. Ajo çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës është të sjellë në kuvend për ratifikim këto marrëveshje, pasi janë marrëveshje ndërkombëtare, pavarësisht se qeveria e Kosovës insiston se kjo marrëveshje derivan nga ajo e prillit vitit 2013 dhe nuk ka nevojë për ratifikim. Ajo për demarkacion gjithsesi që do të vinë në kuvend për të ratifikuar dhe mbetet të shihet nëse legislativi ose deputetët e kuvendit të Kosovës do t'i dhajnë përkrahje marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Sa i përket tërheqjes, është pak e vështirë e mendueshme tërheqja e nënshkrimit, pasi këto janë marrëveshje ndërkombëtare dhe vështirë se mund qeveria e Kosovës t'i tërheqë nënshkrimin nga këto marrëveshje. Po, dhe arsyeton që kanë ndodhur në qeveritë e kaluara jonë këta udhëheqës që i kemi. Faleminderit Trimi shumë për gjitha këto informacione. Tani besoj që regjia është gati edhe me historian që do të na sjellë të përgatitur nga ngjarja e ditës. Jemi në një situatë kur... Bllokimit kuvendit nesër mund t'i vijë fundi. Kjo për faktin se ekziston vullnet te kryesia e kuvendit që me anë të policisë të zhbllokojnë organin më të lartë legjislativ. Ky propozim i kryetarit Veseli edhe pse nuk u hodh në votim, u përkrah nga kryesia e kuvendit. Në mbledhjen e kësaj të fundit u vendos që nëse opozita i pengon punimet të seancës, atëherë do të thirret një pauzë ku do të mblidhet kryesia e kuvendit për të vendosur nëse do ta thras policinë në sallë për të krijuar kushte për punë. Krejt këtij propozimit të Xhavit Halitit i parapriu një debat i gjatë i përshkruar me tension në mes të kryetarit Veseli dhe përfaqësuesve të LDK-s në kryesi. Por në kuvend zot në kryetar nuk guxojnë me hi njerëz me realisht me armë është ajo. Unë po e them. Unë çka u duhet me bë shkon rregullore kryetar, po edhe herë po e them. Mos lejoni rregulloni sigurim që mos shtin mrena dhe mos të vinë me pajisje të tilla, kemi biseduar herën e kaluar. Funksionalizoni, e kam thonë edhe përpara, mos e leni jo kushton çka që jo aq. Krijoni kushtet ku do në perëndim kontrollohen deputetët. Puna a dëshironi po thuati. Besoj që mënyra të folunit. Së punë dëshire kë. Unë për vete, ose ne po them, as dëshiroj me i dërua, as me i qitë. Së punë dëshire, është detyrim. Detyrimi me zbatu regula, detyrim së punë dëshire. Prandaj, kjo regulore në momentit kur ju e drejtoni, se kush do që e drejton seancën, ju e zbatani në atë moment reguloren. Nuk e zbatojmë kolektivisht, ju për thoni që 20 deputeta, kryesia, grupet, jo. Në momentin që ulesh drejtim të deri sot marën ajo seancë, ajo interpreton më. E nga ana tjetër, kreu i kuvendit Kadri Veseli deklaroi se ka zëra nga të dy blloqet sa i nuk po e kryen punën si duhet dhe se po friksohet. Ka zëra si nuk po kam guxim. Po tutna. Ka pak. Njëtën tem kërës që më tut. Ase kam njetë më tut, veç pe i marrë tutna. Ona e kom djek deri tani, ballavacimin me pas vetë. Mas pari mu kanë afru mu. Edhe kanë mujtë mu më gju me vu, edhe si shbo kiameti le gjunjë sa dojnë, se cupë s'ma hikon. Adem Grabovci nga PDK tha se ka përpjekje maksimale për zhbllokuar punën e kuvendit dhe mbi të gjitha për të mos lejuar eskalim të situatës. Mirë po, si pas ti opozitarët nuk po të regohen bashkëpunues në këtë drejtim. Skenat e fundit në qytet kanë dëshmu që tentativa ka qenë pikërisht të dilet nga të shfrytëzohet parlamenti dhe të dilet në rrugë të krijohen skenat e tilla në emër të patriotizmit që nuk ka patriotizëm këtu, nuk është koha të shesim ne patriotizëm në kuvendin e Kosovës, se cili është më patriot dhe cili është më pak patriot. Nën kryetari tjetër i kuvendit Xhavit Haliti tha se opozita duhet t'i hap rrugë debatit. Nëse i mbushet mendja parlamentit që ka ndodhur diçka në kundërshtim me kushtetutën,
s'ka në nënshkrim që mund t'i rezistoj saj përket asaj që mund t'jetë parlamenti kundër çfarë do lloj nënshkrimi ose çfarë do lloj vendimi që e merr dikush tjetër. Në këtë mbledhje, kryesia e kuvendit vendosi që nga nesër të ketë kontroll, madje edhe trupor për secilin person që futet në kuvend. Kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit, deputetët, stafi mbështetës politik i deputetëve, kryetari i grupit parlament, kryetarët e grupeve parlamentare, stafet mbështetëse politiket të kryetarëve të grupeve parlamentare, këshilltarët, vozicët, asistentët, nën kryetarët e kuvendit, stafi mbështetës politik i nën kryetarët e kuvendit, këshilltarët, vozici, asistenti, ministrat, stafi mbështetës politik i ministra, këshilltarët, vozicit, asistenti, turprujet, në punësit e administratës së kuvendit dhe vizitorët, gazetarët nuk të qinkan. Me lejnë e ju duhet me ju futë edhe ju, gazetarve, gjithë me i, me rastin e hyrjes në ndërtesën e kuvendit të Republikës së Kosovës, obligohen të nënshtruan kontrollit dhe të i bindën zyrtarëve të sigurisë le të futet. Edhe kjo mbledhje e kryesisë u bojkotua nga radhat e përfaqësuesve të opozitës. Të ndëruar shikues, tani është koha para se ta shohim një material që ka të bëjë me shëndetësinë. Do a prezantoj edhe temën e ditës të cilën do ta diskutojmë sot. Pra sot mysafir kemi kryetarin e shoqatës së vreshtarëve për të folur për kulturën e rushit apo të vreshtarisë, është ky Afrim Sharku. E tani është koha të shohim materialin që ka përgatitur kolegja ime abitare, ka të bëjë pra me tipet e lëkurës, kujdesin ndaj tyre e që gjithsesi duhet të kemi kujdes sidomos gjatë stinëve të sezonit. Nga një stinë tjetër duhet t'i trajtojmë pra në mënyrë të veçantë, e sidomos ato të cilat janë pra të përzitur, të kombinuara, apo kemi disa tipet të lëkurës të ndryshme dhe të thatë. Është ajo doktoresha, dermatologja Nexhmie Kusari, e cila na ka dhënë më shumë këshilla se si t'i trajtojmë ato. Lëkura është organ shumë i rëndësishëm dhe është organi më i madh në organizëm, i cili përveç funksioneve të veta që ka mbrojtëse, duhet të theksohet edhe se ka funksionin e vet estetik. Kështu që viteve të fundit, një kujdes i madh i kushtohet edhe pamjes, dukjes, fytyrës, flokëve dhe thonjve, që janë si aksesor të lëkurës. Sa i përket dhe ndjeshmërisë apo edhe ndikimit në stinë të ndryshme gjatë vitit, na ka shpjeguar në detaje për tipat e lëkurës dermatologja Nexhmie Kusari. Sa i përket tipeve, ato janë 4 kryesore. Është tipi normal i lëkurës, të cilin nuk e kanë shumë, është tipi më i mirë, kush e ka fatin ta ketë atë tip lëkurës, nuk ka shumë probleme, është shumë i kënaqur, kujdesi për atë tip nuk duhet të jetë shumë i veçantë, ndërsa tipet tjera kanë karakteristika të veta, të cilët duhet të kenë më tepër kujdes, dhe këto janë lëkura e thatë, lëkura e përzirë dhe lëkura e ndryshme. Sa i përket lëkurës thatë, ajo është shumë e hollë, shumë e ndihshme, në kushtet ndryshme atmosferike, ndryshimet temperaturës, ndryshimet klimës, ndryshimet ambientit, ajo është më e hollë, ngrehet më tepër, krijon disa njolla të kuqe, si dhe mimika është ashtu shumë e ashpërsuar. Te tipi i përzirë kemi të ashtu quajtur në zonën T, i cili përfshin pjesa e ballit është e ndryshme, pjesa rreth hundës dhe rreth gojës është më e ndryshme, ndërsa pjesët anësore të fytyrës janë normale apo më të thata. Tipi më karakteristik, i cili ka veçantinë e vet, është lëkura e ndryshme. Ky tip i lëkurës, i cili fillon të ketë ato karakteristikat e veta prej moshës së pubertetit, atëherë kur fillojnë gjandrat yndyrore të prodhojnë yndyrë më tepër, te personat të thotë që kanë këtë tip të lëkurës, se zakonisht tipet e lëkurës janë të trashëguara, atëherë fillojnë problemet prej moshës 12 vjeçare e tutje, disa zgjasin 25 vjet dhe ma tutje.
Ky tipi lëkurës është shumë karakteristik, sepse prej moshës pubertetit fillojnë ato problemet e para, paraqitja e atyne ndryshimeve të para, yndyrosja më tepër lëkurës, paraqitja e fazave të para në pjesët e ballit të puçrave të vogla apo papullave, të cilat mandej shpërndahen në pjesë të tjera të fytyrës, duke krijuar komedone apo pika të zeza, të cilat janë të hapura apo të mbyllura. Nëse yndyra është më tepër prodhohet në një masë më të madhe, atëherë fillon të paraqiten edhe ndryshime tjera, të cilat janë në formë të puçrave të mbledhuna me qelb, apo noduseve më të mëdha, të cilat janë të lokalizuar në pjesë të fytyrës, në pjesë të qafës, të disa dhe në pjesë të përparme të gjoksit dhe të shpinës, varësisht se sa është i madh prodhimi i gjendrave të yndyrës. Në bazë të kësaj, në bazë të stadiumeve apo fazave të zhvillimit të akneve, dallojmë disa stadiume. Përmendëm stadiumi i parë, aknet papulloze, ato të vogla, mandej aknet pustulloze të mbushura me qelb dhe nodulare apo cistike, ato shumë të mëdha të forta që mundin me mbri masin deri në sa një lajthi. Këto janë shumë problematike, duhet trajtimi gjatë, duhet kemi shumë kujdes si pacienti, ashtu edhe mjeku, durimi dhe përdorimi metodave të ndryshme, gjersa të vjen deri te shkatrimi i këtyre gjandrave, është një rrugë mjaft e gjatë dhe mjaft e mundimshme, mirë po duhet veprohet gjithsesi. Sa i përket ngjeshmërisë së tipave të lëkurës, asaj të yndyrshme dhe asaj të thatë, doktoresha Nexhmie tregon që ndikimi është individual, pra të çdo person mund të ndikojë ndryshe nga tjetri. Gjitha tipet e lëkurës kanë edhe nën tipet e veta. Sa i përket ndihmërisë, secila është individuale. Lëkura thatë në kushte të ndryshme, thamë se ajo pëlqet, qohet, krijon mikroqarje të vogla dhe ajo është ndihmëria mund të shkaktohet edhe ekzem apo në formë asili, si themi na, ndërsa lëkura e yndyrshme, ajo në kushte të ndryshme atmosferike është, themi, ma rezistente, mirë po, kjo rezistencë saj, sidomos gjatë dimrit, dimrit edhe verës ka ndryshime të mëdha, sepse gjatë verës, ndikimin e rrezikave të diellit ajo thahet, mirë po, mbrenda gjandrat prodhojnë edhe më tepër. Kështu që shumica nëse ekspozohen gjatë verës në diell pa mbrojtje, ata mendojnë se dielli ka një efekt kuruz, mirë po ai efekt kuruz është zgjat një kohë shumë të shkurtë derisa të ekspozohem, se lëkura në atë kohë thahet, mandej me thamjet lëkurës ajo edhe trashet pak, ndërsa gjandrat yndyrore për shkak të thamjes jashtme fillojnë të prodhojnë më tepër yndyrë dhe kështu që është ai efekti rebond rikthys, i cili veç në kohë të vjeshtës fillon të shfaq ato ndryshimet, shpërthimet e reja të akneve, ndoshta nganjëherë edhe me një vrull më të madh se sa që kanë qenë deri tani. Nga eksperienca mund të themi se në të gjitha ekzaminimet e fytyrave janë konstatuar 2 ose më shumë cilësi. Me sy të lirë mund të konstatojmë një fytyrë mikse ose të yndyrshme. Cilësitë e tjera që fshin lëkura zbulohen me skenar i cili i paraprin detyrimisht trajtimit. Nëse neglizhojmë këtë fakt, rrezikojmë të përdorim produkte të papërshtatshme që nuk ndihmojnë lëkurën. Të nderuar shikues, ju paralajmëruam që do të flasim sot për një produkt mjaft të shijshëm, besoj që për të gjithë ne. Pra, përderisa një pjesë e bujqve kanë nivellet e rendimentit të tyre, një pjesë e bujqve po vazhdojnë me punën e tyre në ar. Një ndërta janë edhe bujqit që merren me kultivimin e rushit. Sot mysafir kemi kryetaren e shoqatës së vreshtarëve të Kosovës për të folur për kulturën e rushit. Është ky zotriu Afrim Sharku. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Jeni pra, kemi nderin të ju prezentojmë që jeni edhe mysafiri parë i edicionit të parë të këtij emisioni. Faleminderit.
Mirë, do doja të di si ka necur punët sa i përket e vjeljes rushit gjatë këtij sezoni. Po, ky sezon do thot viti 2015 njihet si njëri prej sezoneve më të suksesshëm në vreshtari. Do thot si në fillim pranverës, duke u falënderuar edhe klimës dhe kushteve klimatike, do thot, kemi pas një vit jashtëzakonisht produktiv, një vit jashtëzakonisht suksesshëm edhe në aspektin e promovimit, dhe nuk ka munguar do thot dhe produkti dhe cilësia e rushit këtë vit. Po, shiu nuk ka penguar, kemi pasur shumë reshje gjatë këtij viti. Reshjet fatmirësisht kanë qenë të shpërndara gjatë tërë vitit, ashtu që kanë qenë në favor të plot të vreshtarisë. Vetëm në kohën e fundit, do thot këtë javën e fundit që kemi pas këto reshjet, këto kanë ndikuar pak në ngadalësimin e vjeljes, procesit të vjeljes rushit. Dhe Kualiteti është kulminant. Këtë vit është kulminant. Po. Kemi të gjithë mëndyshje për llojet, do thot sa lloje, sidomos kur jemi rojmë, themi rush të zi, të kuq dhe të bardhë. Është realisht kështu? Ekzistojnë 3 lloje të rushit? Realisht ekzistojnë, do thot në aspektin e ngjyrës 3 lloje, mirë po varietetet janë të ndryshme, mirë po unë ndaj në 2. Do thot rushi i mirë, i cilësisë mirë edhe rushi i keq. Do thot rushi i ëmbël edhe rushi i keq. Dhe rushi i tryezës, po ashtu e njohim. Janë të gjithë llojet rush të tryezës? Po janë ato të cilet kultivohen, do thot të cilet klima, kushtet klimatike janë në favor të atyre varietete. Është vetëm Rahoveci dhe ai rajoni i cili ndoshta ka këtë përparësinë, nëse mund të themi që ua ka dhënë Perëndia për të kultivuar rushin? Po kryesisht është Rahoveci. Rahoveci është bartës kryesore i vreshtarisë Kosovës, edhe para viteve, do thot para luftës, Rahoveci ka qenë, do thot i pari që ka udhëheqë edhe me sipërfaqe dhe me çdo gjë në këtë sektor. Dhe ka qenë bartësi sektorit. Dhe si po qëndrojmë me tregun? Sa po zën vend në tregun ton rushi vendor, më pas do flasim për verrat, për rakin? Sa i përket tregut në këtë sezon, në këtë fazë, do thot kur piqet rushi, kur vjen rushi i jon, nuk kemi konkurrencë, mirë po varësisht do thot jashtë sezonës natyrisht që importohet rushi. Problem kemi me tregun, me eksportin e rushit, sepse kemi barierat kufitare çdo kund. Është vetëm Shqipëria apo edhe vende tjera të cilat? Edhe vende tjera, sepse duhen shumë dokumente, janë bariera të ndryshme, do thot procedurat të ndryshme kufitare, edhe nuk munden bujqit i përcjellin të gjitha, vjen deri te kalbi e rushit gjatë transportit e kështu me radhë. Këtë vit kemi pas një lehtësim duke i falënderuar ministrit Memli Krasniqi, i cili në sezonën e vjeljes ka shku të negocioj me qeverinë e Shqipërisë dhe kemi pas disa lehtësime ka gjysma e sezonit vjeljes. Po, keni pasur edhe një ngjarje mjaft të suksesshme, është konsideruar, do thot bëhet fjalë për Hard Festin, ka pasur shumë fest aty. Si ka ecur kjo? Çfarë ka qenë karakteristikë? Më pasi kemi njërin prej verërave të cilat që ka marrë pjesë po ashtu në atë fest. Sakroj me dashuri, nëse nuk gaboj quhet. Absolutisht, po, e saktë. Shtylla kryesore e zhvillimit shoqatës është promovimi i sektorit vreshtarisë. Dhe këtë vit pos do të të angazhimeve të ndryshme që kemi pas, fokusi kryesori yni ka qenë do të të dedikojmë sa më tepër sektorit, do të një marketing, një promovim e kështu me radhë. Dhe që nga marci i këtij vitit, duke i falënderuar edhe Ministrisë Bujqësisë, po ashtu edhe komunës Rahovecit, kryesisht kryetarit komunës Rahovecit, ne kemi planifikuar, do thot, të organizojmë festën e vjeljes rushit me një edicion pak më serioz, duke krahasuar me edicionet kaluara. Kështu që këtë vit me ndihmën
e Ministrisë Bujqësisë, do thotë edhe të komunës Rahovecit, jemi fut në projektin pak më madhor, do thotë organizimit festës Vjeljes Rushit, Hallfest 2015. Kjo fest dallon prej shumë festave tjera të edicioneve të kaluara, prej 13 edicioneve të kaluara, sepse është organizuar në bazat vullnetare e gjithë të rinjve të komunës Rahovecit. Dhe për punën që e kanë bërë asnjëri nuk është shpërblyer me para. Do thotë çdo gjë është bërë vetëm për promovimin e sektorit. Do të jetë tradicionale, do të vazhdojnë, do të jemi që keni kaluar shumë mirë, ka pasur shumë vizitor. Ne, si pas statistikave që kemi, diku 12.000 vizitor ka pas, dhe për 2 ditë kemi pas po ashtu edhe rock koncert për herë të parë, dhe kërkush nuk ka pritur një organizim të tillë, çdo kush ka qenë i befasuar për të mirë, faleminderit, edhe suksesi nuk ka munguar. Po, do doja të di dhe ndoshta për ata të cilët nuk e dinë dhe nuk kanë shumë përvojë me verën, me çfarë kombinohet, me cilën lloj të ushqimi, çfarë në fakt nga rushi mund të përgatisin verën, rakin dhe lloje të cilat mund të përgatisin? Po, ka shumë lloje të verave, do thotë ka kombinime të varieteteve të ndryshme, të cilat quhen kupazh, do thotë në fjalorin e vertarisë. Mirë po, kryesisht dallohen do thotë verë të bardha dhe verë të zeza, të varieteteve të cilët dominojnë në tregun në regionin tonë, do thotë në Kosovë. A duhet të vlerësuar vera sipas vjetërsisë, sipas cilësisë apo sipas prejardhjes? Të gjitha janë këta që e bëjnë një verë të mirë. Të kompletuar. Të kompletuar. Edhe cilësia, edhe prejardhja, edhe varieteti, edhe gjitha. Edhe kultura në gjithsesi duhet ta kemi për ta konsumuar. Absolutisht. Duhet ditur edhe ushqimet me cilat kombinohen. Absolutisht. Mirë, po rakia, si përgatitet dhe nga cili rush, cili lloj i rushit? Po kryesisht rakia nuk përgatitet për këtyne varieteteve kulminante. Rakia përgatitet për varieteteve mesatare dhe tulte, sepse varietetet kulminante i dedikohen verave për prodhimin e cilësisë, verës cilësore. Natyrisht, tradita e përgatitjes rakisë është e lashtë, sa është edhe vetë rushi, edhe mënyra është një, mirë po metodat janë të ndryshme, çdo kush ka do të thotë metodologjinë që dallon paksa prej tjerëve, dhe aty shifet mjeshtria e tyre që pjekin raki, që përgatisin raki. Po, jemi edhe në krejt në fund të kësaj bisede në fakt, cilat janë aktivitetet të cilat do të vazhdojë shoqata dhe çfarë keni synim sa i përket rritjes së këtij varieteti? Ne këtë vit, pos këtyre që i ceka, kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyeshëm që nga fillimi do thotë edhe me komunën si e ceka edhe me Ministrinë e Bujqësisë, edhe do të vazhdojmë me promovimin e sektorit, edhe me promovimin e përmbjelljen e sipërfaqeve të reja. Natyrisht, duke ju dedikuar do thotë tregut ku mund të gjenden fidanet cilësisë të lartë, fidanet të kontrolluara. Ministria e Bujqësisë këtë vit ka dhënë një përkrahje jashtëzakonisht të madhe sektorit, sepse prej 250.000 sa ka pas subvencione vitin e kaluar, këtë vit ka ngrit në 1 milion, do thotë edhe e ka 4 fishu. Dhe gjitha kërkesat e cilët i ka pasur shoqata dhe që janë varë prej Ministrisë së Bujqësisë janë plotsu. Përveç çmimit i cili ka qenë i ultë për fermer, mirë po fatkesisht Ministria nuk ka mujtë me ndiku. Edhe mbetet problemi më i madh, çmimi i ultë, do thotë i rushit. Dedikimi ynë do të jetë promovimi dhe gjetja e tregut për plasimin e rushit në vitin e ardhshëm. Vazhdimi do thotë bashkëpunimit me shoqata tjera, me ministrinë, me komunën, me organizata tjera e kështu me radhë. Dhe mos harrojmë pa e përmendur edhe një ngjarje mjaft interesant, për të lutem më shkurt, bëhet fjalë për pullën postare. Po, duke ju falenderuar do thotë dhe Hallfestit, jemi takuar me kryeshefin ekzekutiv, zotin Hoxha, Sedi Hoxha,
edhe aje ka iniciuar do të thotë plasimin e pullës postare dedikuar vreshtarisë. Dhe me 21 shtator është lansuar pulla postare dedikuar vreshtarisë, që është një promovim do të thotë mjaft i mirë që do të shkon në botë, do të promovohet edhe vreshtaria e Kosovës. Unë gjithsesi nuk po mund t'i rezistoj pa e provuar të paktën njërin nga ky lloj dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e edicionit të parë. Ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit edhe juve për ftesë. Jeni mirë se ardhur çdo herë që keni diçka të re për të promovuar. Të nderuar shikues, pra derisa unë ta provoj rushin vendas, shkëputemi për pak me një blog të marketingut. Po vazhdojnë të jeni të nderuar shikues me emisionin Pasdita në Tribunë. Është koha tani të shohim disa nga lajmet e showbizit që kanë të bëjnë pra me disa nga yjet tona. Bëhet fjalë për Edona Llalloshin, Rita Ora, e cila ishte shumë e përfolur javën e parë, sikurse për shkollën që do ta ndërtojnë në kryeqytet, ashtu edhe për ardhjen në një dasëm private të shokut dhe shoqes së saj, e po ashtu edhe Elvana Gjata se synon ta emitoj. Këngëtarja Edona Llaloshi është shtatzën me fëmijën e dytë. Elvana Gjata kohëve të fundit po emiton motrat e famshme Kardashian. Rita edhe në Wonderland. Këngëtarja Edona Llaloshi është shtatzën me fëmijën e dytë. Ditë më parë këngëtarja foli për shtatzaninë e saj duke mos zbuluar gjininë e foshnjës, por duke thënë se gjithçka po shkon mirë. Edona, e cila është nëna e vajzës Doa, ka publikuar disa fotografi në rrjetet sociale duke shfaqur barkun e fryrë. Ndryshe, artistja shqiptare ka paralajmëruar se së shpejti do të vijë me një show televiziv dhe për herë të parë do të shohim edhe në rolin e prezantuesës. Elvana Gjata kohëve të fundit po emiton motrat e famshme Kardashian. Me një stil tërheqës, ato kanë bërë që të jenë të pëlqyeshme dhe të ndjekura, jo vetëm nga publiku i thjesht, stili tyre jo rrallëherë ka frymëzuar shumë femrat e estradës sonë. E fundit është Elvana Gjata, e cila u shfaq me një veshje të zezë me ripa tipik Kardashian. Me këtë veshje nga Valdrin Sahiti, Elvana u shfaq në koncertin e mbajtur në sheshin Nëna Terezë, në kryeqytetin shqiptar në pritjet e kombëtares shqiptare. Rita edhe në Wonderland. Rita Ora tashmë ka shkelur pothuajse çdo kufi të suksesit të saj si artiste në skenë, por edhe me paraqitjet e saj të shumta nëpër gazeta e revista me renome botërore. Pasi u paraqit në ballinën e revistës prestigjioze Glamour në muajin korrik, ajo së shpejti do të paraqitet edhe në faqen e parë të revistës tjetër Wonderland. Këtë ka bërë me dije vetë këngëtarja Rita Ora përmes rrjeteve sociale. Në skenë për fotografinë e ballinës së Wonderland Magazine, së shpejti ka shkruar Rita. Kujtojmë se bukuroshja shqiptare që po korr sukses në botë me muzikën e saj, para pak ditësh qëndroi në Prishtinë, ku mori pjesë në dasmen e një çifti. Ardhja e saj në vendlindje bëri bujë edhe në mediat botërore, të cilat mbuluan këngëngjarje duke e vlerësuar Ritën për dukjen. E pa pra këto informacionet të përgatitura nga natyra kolegja jonë, tani është koha për ftesën e drejtorit të informacionit në Tribuna Channel, është ky Agron Halitaj. Mirë se erdhët, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Mirjeta. Agron, po taku me një ambient të ri, një skenë të re, dhe gjithsesi duke ju falenderuar gjithë stafi i cili bën punën e palodhshme për të arritur diçka të re. Po ashtu do të startojnë edhe 2 emisione të tjera, të cilat gjithsesi do të na njoftosh në vazhdim. Unë Mirjeta ju uroj fillimisht për emisionin. Jam i bindur se bashkë ju dhe pjesa tjetër e stafit që po përgatit për mbajtjen e këtij emisioni, keni me nda shikuesit që dhe ata kanë nda kohën me mbajt kanalin e Tribuna Channel të kënaqur. Nuk do të zhgënjehen me këtë kohë që janë para ekranit. Gjithsesi ne po synojmë atë. Agron sot ka startuar misioni ynë, do të thotë Pasditën e Tribuna, para disa ditave kemi emisioni Kontakt, program të natës, dhe pritet që së shpejti edhe një emision tjetër politika të jetë pranë ekraneve të Tribuna Channel. Mirjeta, fillimisht më lejo të bëj një kronologji të zhvillimit të ecjes së mediumit. Për shumicën e
shikuesve, lexuesve të mëhershëm të gazetës e din që të Tribuna Channel ka ardhur si një medium alternativ faktikisht në median vizive dhe shumë shpejt ka hyrë në tregun medial dhe është ndruar në një lloj burimi informacioni edhe për mediumet e tjera. Domethënë sot jo rastësisht fal punës, angazhimit të stafit profesional të gazetës, fal stafit teknik, montazherëve, kameramanëve dhe pjesës tjetër gjithë atyre, Tribuna Channel është një ndër mediat më të cituara në gjitha portalet e vendit. A është vështirë të arrini këtë Kjo falë korrektësisë, gazetarët kanë arrit me profesionalizëm, me korrektësi në të raportuar, të bëhen besnik në fillimisht të mediat, domethënë që e marrin të drejtën për me transmetu lajmet që Tribuna Channel i përgatit për fillimisht për audiencën e vet, pastaj edhe për audiencën e gjerë, që kanë edhe mediat e tjera. Po. Kjo është një sukses që ja atribuohet, po thamë fillimisht, stafit që punon në përgjithësi, një punë ekipore. Bashkimi bën fuqinë, jo rastësisht thuan. Tamam. Kështu që do të vazhdojmë tutje me emisionet e tjera që do t'i kemi më pas në ekran. Sa është vështirë të realizohen edhe vetë për të krijuar besueshmërinë fillimisht, duhet më pas për të punuar. Ne fillimisht e kem kalu sfidën e besueshmërisë, po edhe sfidën e parë. Kapërcimi prej medias të shkruar në median vizive ka qenë një hap shumë i delikat, me pesh i rëndësishëm, po që është ka përcy suksesshëm. Mirë po synimi prej kohësh, prej kur kem fillu na prej muajt parë, ka qenë që një ditë gradualisht të kalojmë konceptin hibrid, me pamje, me video dhe lajme anash, po të kalojmë në ekran të hapur. Kjo, ai synim gradualisht veç po arrihet, dëshmi emisioni i sotshëm, është dëshmi që emisioni Kontakt, që është lancu po këtë javë, është dëshmi lajmet Flash, që po këtë javë po startojnë, janë dëshmi emisionet e maheshme, që i kem plasu, dhe që po ashtu, më lënë të them që po bëhen, po zgjojnë kurreshtje tek publiku dhe tek mediat e tjera. Kam fjalën për emisionin politik, që është i ri, falë mysafirëve në studio, mënyrën se udhëheqjes e emisionit dhe ngjalljes së debatit, po arrin shumë shpejt të lancohet edhe në media e tjera. Kemi emisionin Eurotribun. Po, dhe aty deshta të nga fillimi kemi mëngjesin në tribun, kemi emisionin shumë të pëlqyer Arena. Do startojmë edhe me një emision tjetër republikan? Padyshim, do të startojmë me emisionet të reja, njerëz nga fusha politikës, njerëz nga fusha artit, duke parë përkushtimin e stafit të Tribuna Channel, kanë zgjuar edhe ata interesim që të jenë bashkë me këtë ekip, me projektet e veta, që unë besoj që do të jenë shumë me interes për audiencën, për publikun. Edhe ne do shpresojmë, duke shpresuar gjithsesi në punën. Ju veç e përmendet, shumë shpejt para ekraneve do të jetë Dardan Gashi, është ministri, një politikan me karrierë të bojshme, figurë publike, që ta do të gjenë me emisionin Republik, pastaj kemë aktorën, që ashtu po ashtu që është shumë e pëlqyer, të Uta Krasniqin, edhe ajo do të gjenë me emision të saj, që do të thotë shumë risi në presin. Sa është vështirë të arish në tregun tonë agron? Cilat janë ato sfidat, ndoshta barierat që i keni? Në fakt, as media si fushë e veçantë nuk ka përjashtim në këtë kaos që është kriju në vend. Nuk është e lehtë as të mbjetosh në treg, as të bësh konkurrencë në treg për shkak të mos lojalitetit, domethënë luftës të çrregullt, jo lojale në treg. Keni parasysh, këtu është i angazhuar një staf shumë i madh i gazetarëve që punojnë me përkushtim dhe
përjedhoj nesër ose gjatë ditës lajmet që i prodhojnë këta gazetarë, përpiqen me u kamuflu në forma ndryshme edhe me u përvetësu. Domethënë kjo është shumë e dhëmshme, shumë dëmtuese në radhë parë për vetë mediumin. Mirë po me shpresë ndoshta një ditë do të vijë nevoja për një vetë rregullim edhe të medias online, sepse ne kemi edhe gazetën Tribuna, që po ashtu është një prej portaleve, po them pa modesti, ndër më të cituara. Domethënë këtë mund ta vrejnë secili lexues, sidomos në orët të mbrëmjes, se cilat media janë më prezente në portalet më të fuqishme në vend. E kemi edhe një problem, besoj që edhe gjitha mediat e tjera përballen, besoj që edhe Tribuna. Sa i përket anashkalimit apo edhe përzgjedhjes së gazetarëve nga politikanët se kujt i jepet informacioni apo përzgjedhjen e mediumit se kujt i jepet informacioni më parë. Faktikisht kjo ka të bëjë me luftën për burime. Këto hyn ky aspekti tjetër, faktikisht që edhe gazetarët e Tribunës tash duhet me pranu, nuk duhet të ndihen keq nëse një institucion ka plasu dikon informacion, sepse duhet të garosh, duhet të luftosh që të krijosh burime brenda institucione që ti t'jesh i pari. Në këtë prizmë, unë po them që duhet gazetarit ta bëj luftën. Unë po mendoj që gazetarët e Tribunës veç po e dëshmojnë. Për shumë zhvillime, për shumë ngjarje, jo veç se raportojmë të parët, mirë po edhe i paraprim lajmeve. Edhe kjo na ban me uni mirë. E ky aspekti tjetër, nëse institucionet zgjedhin në mënyrë selektive mediat për me u plasu lajme sikur që po ndodh kohëve të fundit, të paktën me njërin për institucioneve kur komunikatat zyrtare lëshohen në portale, përpara se të lëshohen në sajtin zyrtar të institucionit, atëherë kjo është e papranueshme. Kjo është e papranueshme edhe pa tolerueshme. Kjo është praktike pa parë, po unë konsideroj që edhe kjo do të rregullohet kjo çështje. Jam i bindur që kjo nuk bëhet me dijenin e udhëheqësve të institucionit, po kjo ka të bëjë me stafin që punon nëpër zyrat e informacionit ose nëpër kabinetet ndryshme që kanë kriju burime dhe përpiqen me ofru favore. Po kjo duhet ndalet. Kjo praktikë është praktikë e keqe, jo e paparë në media në Kosovë, mirë po edhe ma gjerë. Nuk njihet kjo lloj praktike kur një portal, një caktuar bëhet zëdhënës i një institucioni. I qeverisë, i kuvendit, presidencës, ministrisë, ku ta dion. Kjo është pa lejueshme. Po, besoj që i ke thënë ato çfarë patë, ke edhe diçka, ta kam dhënë hapësirën të thuash të ria. Unë po mendoj që ju mbetën pak borx edhe kategorive tjera, se ne kemi parasysh që kemi edhe fëmijë, kemi persone të moshuar, kemi anëvise shumë njerëz pa punë fatkeqësisht. Për të cilët jem duke menduar. Më shumë shpejt, kur e thash që keme dalë në ekran të hapur, keme mendu edhe për emisione për fëmijë, filmat vizatuar, po edhe emisione që dedikohen tamam fëmijëve, për anëvise, për pjesë domethënë me karakter social, kështu që po përpiqem të jemi një kanal televiziv që i ofron gjitha grupmoshat, gjitha kategoritë e njerëzve në kohë të caktuara, në termine të caktuara para ekranit. Edhe emisioni ynë ka atë qëllim, pra që të gjitha moshat të ndalen pranë ekranit tonë dhe të na shikojnë. Unë ju uroj, jam i bindur në suksesin e juaj. Faleminderit shumë, Agron, sukseset dhe juve dhe do të takohemi për të rejat e tjera. Faleminderit. Të nderuar shikues, unë juftoj të mos e ndroni kanalin, do të shohim bashkë disa lajme nga showbizit e përgatitura nga natyra e Kallave. Bab. Filmi kosovar Babai i Visar Morinës po vazhdon rrugtimin e tij të suksesshëm nëpër festivalet e eventet më prestigjioze anë mban botës. Së fundmi, ky projekt kinematografik do të jetë pjesë e European Film Promotion,
Event ky që fokusohet në shfaqjen dhe promovimin e 27 filmave evropian, të cilët kanë aplikuar për Akademinë Oscars. Sipas qendrës kinematografike të Kosovës, e cila dhe ka bërë të ditur këtë lajm, gara përçen pjesë edicionit të 88 Akademisë Oscar në kategorinë për filmin më të mirë të huaj ka filluar, dhe për këtë shkak European Film Promotion do të ndihmojë në gjenerimin e vëmendjes sa më të madhe për promovimin e filmave evropian të propozuar për Oscars. I know you have your problems. Këtë vit në ombrellën e EFP-s do të shfaqen në Los Angeles Screenings 27 filma evropian nga totali 81 filmave që janë propozuar si kandidat për Oscars. Në mesin e filmave që do të shfaqen është edhe filmi Babai nga Visar Morina, propozimi i Kosovës për Oscars në filmin më të mirë të huaj. Gjithashtu, krahas këtyre filmave do të shfaqet edhe filmi Bota nga Iris Elezi dhe Tomas Logoreci, që është propozimi i Shqipërisë për Oscars. Këta dy filma janë të mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Po vjedhon? Jetin vete? Po veç deri në Gjermani. Sa t'jem pret baba. Kam pare. So. LA Screenings do të filloj me 25 tetor deri më 8 nëntor në sallën Wilshire Screening në Beverly Hills. Fushata është mbështetur nga Creative Europe, Media, Programe Bashkimit Evropiane dhe nga organizatat anëtare të EFP-s, ku bëjnë pjesë edhe QKK-ja. Sa kaq filmi Babai, pas premierës gjermane që pati në Film Fest München, e deri më tani ka arritur të rëmbejë shumë çmime, duke u radhitur kështu si një ndër filmat më të suksesshëm kosovar deri më tani. Mirë. Baba jo të konte une, ma ka lyp adresën e burrit tem në Gjermani. Të kisha pas pare, në bank kisha shku. Po vjedhon? Jetin vete? Në rolet kryesore në këtë film luajnë Valma Loku, Astrid Kabashi, Adriana Matoshi, Enver Petrovci, Gjevdet Jashari e të tjerë. Babai e shtjellon rrëfimin e norit të një fëmijë cili shet cigare në rrugë bashkë me të atin gëzimin në Kosovë në viteve të 90-ta, ku babai dëshiron të gjejë një mënyrë për të emigruar në Gjermani e i biri bën çdo gjë për të qenë me të. Të nderuar shikues, ishte Blerina Racia ajo e cila kishte përgatitur këtë material për të arritur dhe sukseset e kulturës jashtë vendit tonë. Do të vazhdojmë tani me një histori tjetër ku disa të ri për ta përmbushur hobin e tyre kanë rrezikuar edhe jetën e tyre. Është material i përgatitur nga Vjetarja. I riu Aleksi Kozin rrezikon jetën e tij duke provuar që të bëjë një syqëm në 156 metra lartësi në ndërtesën Kudrinskaja Square. Duke mos përdorur asnjë pajisje të sigurisë, ai u ngjit në 156 metra lartësi për të provuar të bëjë një syqëm dhe ishte vetëm një pjesë e metaleve e gjitha ajo që e ndaloi 19 vjeçarin për të rrëzuar nga ajo lartësi poshtë në qytet. Edhe më lartë dhe ndryshe nga Aleksi me vedije të plot, shoku i tij Aleksandr Voskresenksi, sy pa trembur, qëndroi duke marrë fotografi shokut të tij në atë gjendje që ndodhej. Aleksandr, 23 vjeçar, e filloi këtë hobi të pazakont për të bërë fotografi të pazakonta dhe për ta parë qytetin e tij nga një perspektivë më ndryshe dhe për ta realizuar dëshirën e tij duke paraqitur atë çfarë sheh lart përmes fotografisë. Aleksandr më herët kishte frikë nga lartësia, mirë po për ta larguar këtë frikë, ai filloi të ngjitet në ndërtesa dhe duke ushtruar hobin e tij, fotografinë. I pyetur për hobin e tij, fotografinë, Aleksandr tha: "Me udhime të reja, unë dua ta sfidoj veten më shumë.
kemi hyrë në ndërtesë në ora 3 të mëngjesit dhe kemi pritur deri në ora 5:40 minuta për të marrë një fotografi në mënyrë që drita të jetë e mjaftueshme. Ky grup i të rinjve thonë se ka ndërtesa që nuk janë ngjitur ende në Moskë dhe do dëshironin që t'i provonin të gjitha. Mirë po shumë prej tyre janë të vështira për t'u arritur dhe masat e sigurisë gjithashtu janë shumë të vështira. Unë po besoj që të gjithë nga ne dëshirojmë të udhtojmë e të vizitojmë ato vende të cilat janë më tërheqëse. E kësaj radhe, përmes kësaj storje, ju kemi sjellur 5 fotografi të cilat do t'ju çojnë në disa qytete të qytetit të Zvicrës. Pra, konsiderohet si qyteti shumë i bukur me natyrë, me të gjitha, atëherë ne ju kemi propozuar, po të keni mundësinë, vizitoni. Rajoni Jungfrau, që ndodhet në periferitë të Zvicrës, ofron pamje spektakulare për të magjepsur syrin. Majat e bardha të këtyre maleve janë mjaft magjepse dhe janë në kontrast me luginat e gjelbërta dhe livadhet të cilat pashtu ofrojnë një pamje magjepse për syrin e njerëzit. Ky rajon ka ajër të pastër të freskët që vjen nga malet. Qyteti Montreux është e vendosur në zemër të rivjerës zvicrane, në brigjet e liçenit të Gjenevës. Derisa ecim nga ky liçe, e shohim kalan qillon, e cila ka një obor të mrekullueshëm dhe dhomat e kësaj kështjelle janë të shekullit 19. Kjo ndërtesë është vizituar më së shpeshti në historinë e Zvicrës. Në këtë kalan mund të arrihet duke ecur përgjatë liçenit apo duke marrë tren apo autobus me karrocë. Moritz ndodhet në Graubünden të Zvicrës. Është një fshat turistik që ofron një shumëllojshmëri të sporteve si gjatëstinës së verës, ashtu edhe në atë të dimrit. Por për shumicën e turistëve, ky vend është tërheqës për veçantinë e stazave të skijimit që ofron. E gjithashtu, ky vend ka edhe restorante mjaft të mira për të pushuar dhe për të ushqyer. Ky fshat është i njohur edhe për natën aktive dhe të shtrenjtë që e ka. Mont Pilatus është një mal 2120 metra i gjatë që ndodhet në Luzern, në qendër të Zvicrës. Turistët mund të marrin një teleferik për të arritur në majën e këtij mali dhe të shijojnë pamjet emocionuese. Ky vend është një vend i madh për të ecur me shtigje të shumta dhe vizitorët e këtij vendi janë dëshmitarët e pamjeve spektakulare të Alpeve zvicrane. Ujvara Rheinfalls është një mrekulli natyrore. Ndodhet në Schaffhausen në Zvicrën veriore. Pranë saj është kalaja mesjetare Schosslaufen, e cila ka restorante, hotele dhe dyqane mjaft të mira. Në ditën kombëtare të Zvicrës një gushtin, Rheinfalls është mikpritës për shfaqjen fantastike të fishekzjareve që tërheq mira turist nga mbar bota. Të nderuar shikues, me që po ndrojmë sezonin, gjithsesi kujdesi për vetveten duhet të shtohet për ata të cilët kanë mundësi. Blerina, kolegja ime, u ka sjellur një material të përgatitur se si t'i ruajmë flokët dhe cila duhet të jetë përkujdesja e tyre. Sidomos për ato të cilat janë më të ndjeshme, të ngjyrosura dhe në stinën e vjeshtës dhe stinët e tjera. Atëherë të shohim këtë material bashkë. Pamja e jashtme përbën një pjesë të rëndësishme të përditshmërisë së femrës.
Dëshira për të dukur sa më bukur ka rënje të saj që në kohrat më të lashta. Femra është cilësuar gjithmonë si gjinia e bukur, andaj edhe për të mbajtur këtë epitet, të gjitha femrat japin nga më e mira e vetës së tyre për të dukur bukur. Andaj sot ekzistojnë me qindra produkte të ndryshme të kozmetikës, të cilat ndihmojnë në dukje në jashtme të femrës. E një ndër elementet kryesore të bukurisë janë edhe flokët. Të gjitha femrat i kanë pikë të dobët flokët të bukura dhe të shëndetshme. Për të arritur këtë qëllim përdoren produkte të ndryshme kozmetike, vajra të ndryshëm bimor e ata artificial. Gjithsesi se flokët mund të dëmtohen shumë shpejt, e sidomos flokët e ngjyrosur. Flokët e ngjyrosur kërkojnë më tepër tretman dhe më shumë kujdes, pasi që ngjyra dëmton flokët e sidomos majat e tyre. Megjithatë, flokët e ngjyrosur me ngjyrë të bardhë janë ata që pësojnë më së shumti dëmtim. Kjo për arsye se jashtu quajturi blanxhi, i cili përdoret për të kthyer flokët në bjond, ka efekt të madh anësor. Se si duhet të mbrohen flokët, sidomos në stinën e vjeshtës, profesionistja Sabrie Deliu ka shpjeguar mënyra të ndryshme që mbajnë flokët të shëndosh dhe të veçantë. Zakonisht floku me blansh është herë më i dëmtuar, edhe nuk ba me përdor atë shumë, sa nuk preferohet. Manej ka maska, ka gjithçka. Aja sprayuan dhejtën e është shumë e mirë dhe aja për flok dëmtune. Edhe s'do shmi la shumë shpesh, sa më shpesh si i lanë ato dëmtohen ma shumë, kur janë me blansh, me shatira, që aja dalan. Ajo ka treguar se flokët duhet të mos pastrohen çdo ditë, me që kjo i dëmton dhe i than ato. Të përditshmja është e drejtë, domethënë, ma e zakonshme e drejtë, edhe jo shumë kaqurrela, pak ma natyral ashtu, vetëm fundit ose prej gjysës, edhe mvaret prej ku ki me shku për rastit, nëse ki rast special atër dalan, nëse ki përditshëm atër ma thjesht, ma ndryshe, ma bukur del, edhe mvaret krejt kime shku qysh, tek edhe qaj. Përpos që femra duhet t'i mbrojnë flokët në stinën e vjeshtës, ato duhet të dinë se si t'i rregullojnë ato. Rregullimi i flokëve ndryshon nga stina në stinë dhe vjeshta ka marifetin e saj. Sabrie Deliu gjithashtu ka treguar për Tribuna Channel se sa më thjesht të mbahen flokët në vjesht është më mirë, kjo pasi që nuk duhet të pruar me frizura të ndryshme ekstravagante, e sidomos gjatë përditshmërisë. Ekziston një mit, sipas të cilit gjatë vjeshtës flokët bien më shumë. Kjo besohet edhe nga vetë shkencëtarët, për faktin se siç bien gjethet e vdekura çdo vit, e njëjta gjë ndodh edhe me flokët, të cilat përsërisin ciklin e tyre. Lindja e një floku të ri, rritja, faza e maturimit dhe vdekja. Dielli është një faktor që përshpejton këtë proces. Kështu gjatë pranverës dhe verës, rrezet e diellit rrisin sekretimin e hormoneve përgjegjëse për rritjen e flokut, dhe kjo shkakton një reakcion të ngjajshëm me atë të bimëve.
Të nderuar shikues, po vazhdojmë të jeni me emisionin Pasdita në Tribun. Kur flasim për romancën, secili mund ta shpreh në mënyra të ndryshme. Kemi meshkuj dhe femra më pak romantik, disa më shumë, disa dhurojnë lule për festa, por edhe mos i kemi ato, e disa jo, nga si u del nga mendja. E filmat janë ata të cilët më së miri e shprehin romancën dhe pothuajse mund të jetë edhe një shkollë për ata të cilët janë më pak romantik. Të shohim bashkë këtë material. Really love you. What do you want? Somebody help us! Në historinë e filmave romantik kemi përzgjedhur 10 filmat më të mirë të cilët kanë rrëmbyer zemrën e miliona shikuesve për vite me radhë. Filmi Ghost flet për Sam Gruri, i cili është një banker, ndërsa Molly Jensen është një artiste dhe të dy janë çmendurisht të dashuruar. Megjithatë, kur Sam vritet nga shoku më i mirë dhe partneri i tij korruptuar Carl, për shkak të një marrëveshje me hije biznesi, shpirti i Sam bredh në tokë si një shpirt i pafuqishëm për të ndryshuar ndonjë gjë. Kur ai mëson për tradhtinë e Carl, Sam duhet të kërkojë ndihmën e psikikes Oda Mae Brown për të vendosur gjërat në rend dhe i duhet ta mbrojë të dashurën e tij Molly nga Carl dhe tradhtitë e tij. It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival. Filmi The Notebook ka në qendër dy personazhet, Noah dhe Ellie. Ata janë dy të rinj të cilët takohen rastësisht në një ditë vere, bien në dashuri me njëri tjetrin dhe kalojnë shumë kohë së bashku. Megjithatë, dashuria e tyre nuk është e mjaftueshme për t'i mbajtur bashkë, pasi që Noah është një djalë fshati pa ndonjë të ardhme para vetes, ndërkaq Ellie ka prindër të pasur dhe i duhet të largohet patjetër me ta. Në këtë mënyrë, dy të rinjt ndahen për të takuar pas 7 vitesh në jetrat e tyre të reja. Story. I think I've heard it before. It's like a dream. So what do you do, Noah? I work at the lumberyard. How much do you make at your job? 40 cents an hour. I want him to grow old in a land where all of us are at peace. Take on him and guard the women. Tristan and Isolde është një histori dashurie e cila ka ekzistuar para Romeos dhe Julietës. Pas rënies së perandorisë romake, jetimi anglez Tristan takohet dhe bie në dashuri me princeshën irlandeze Isolde. Megjithatë, ajo është e premtuar të martohet për Mark, i cili e ka rritur Tristan dhe luan rolin e prindërit në jetën e tij. Ndërsa duke mos qenë në dijeni të identitetit të saj, Tristan ka fituar dorën e saj për martesë me Mark, por pasioni i dy të rinjeve shkakton një qarje që çon në një betejë shkatruese mes dy shteteve. Tristan and Isolde. I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of connection, right? Yeah, me too. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight është triologjia e romancës së Selines dhe Jesse, të cilët takohen rastësisht në një udhëtim më tren. Ata vendosin të kalojnë një natë aventure së bashku në Vjenë dhe kanë kohë deri në agim. Pas disa vitësh takohen përsëri në Paris, mirë po fati i tyre vulloset në Greqi para mesnatës. Would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. This place is so full of thousands of years of myth and tragedy, and I thought something tragic was going to happen. Still there. Still there. Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees, lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. Filmi Casablanca flet për Rick Blaine, i cili zotron një klub nate pikërisht në Casablanca, dhe ai zbulon se dashuria e tij e vjetër, Ilsa, është në qytet me burrin e saj, Victor Laszlo. Laszlo është një rebel i famshëm dhe me gjermane të vendosur pas tij, Ilsa i di se Rick mund të ndihmojë ata të dalin jashtë vendit. How much I still love you. No, I don't like to eat between meals.
When Harry Met Sally në vitin 1977. Dy të diplomuarit të universitetit, Harry Burns dhe Sally Albright, ndajnë një udhëtim me makinë nga Chicago në New York. Gjatë udhëtimit ata argumentojnë se nëse burrat dhe gratë mund ndonjëherë me të vërtetë jenë miq rreptësisht platonik. 10 vite më vonë Harry dhe Sally takohen përsëri në një librari dhe në shoqërinë e miqve të tyre të përbashkët. Jess dhe Mary, të cilët janë në përpjekje për të qëndruar miq, janë duke provuar në të njëjtën kohë të mos e lejojnë seksin të ndikojë në jetrat e tyre. Are you comfortable? Sure. Landon Carter was heading nowhere fast. What, are you gonna expel me? It's time for you to start spending time with other kinds of people. A Walk to Remember është një histori ndryshimi, dashurie dhe pjekurie. Jamie Sullivan është një vajzë e përkushtuar në fe dhe libra. Landon Carter është i kundërti i Jamie-t. Ai nuk çan kokën për shkollën apo fen. Dy persona me asnjë të përbashkët bëhen viktime ndjenjes së dashurisë, ku duhet të përballen me shumë vështirësi. Landon Carter's asking me for help. Please. Okay. Have everything to learn from each other. It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. But I believe it. The Best of Me është një dramë tjetër romantike, ku personazhet kryesore janë Amanda dhe Dawson, të cilët ishin dikur të dashuruar në shkollë të mesme. Ata përjetojnë një ribashkim të hidhur, kur kthehen në vendlinjën e tyre për funeralin e një miku të përbashkët e shumë të dashur për të dy. Duke parë njëri tjetrin përsëri pas 20 vitesh, përveç dashurisë që kur nuk e kanë haruar, Amanda dhe Dawson së shpejti zbulojnë se forcat që quan ata drejt ndarjes kur ishin të rinj, përbëjnë edhe më shumë kërcënime sot. That or something cheesy. I miss this. A lot of things have changed since I last saw you. I don't know what happened. None of that stuff is true. State trooper. Fallacy. Dead guy in the parking lot. 10 Things I Hate About You, Kat Stratford është e bukur e zgjuar, por ajo nuk tërheq shumë djem. Për fat të keq për motrën e saj më të re, Bianca, janë vendosur rregullat të shtëpisë nga babai i vajzave, i cili thotë se Bianca nuk mund të ketë një të dashur, derisa motra e saj Kate të gjejë një të dashur para saj. Së shpejti Kate takohet me Patrick Verona. A do t'i thyej Kate rregullat e saj për këtë djalosh simpatik. Tell me something true. Something true. You were the love for certain of my life. Message in a Bottle, gjatë një mëngjesi të saj në plazh, gazetarja Teresa Osborne zbulon një shishe spikatur nga rëra. Brenda saj ajo gjen një letër zemërthyese dashurie anonime. Pasi publikon letrën, Osborne vihet pas gjurmëve të autorit të letrës, i cili jeton në Carolina. Por Osborne gjen veten duke rënë në dashuri me Blake, megjithatë lidhja e tyre rrezikohet për fajin e arsyes së vizitës së saj në Carolina. Every day. Choose between yesterday and tomorrow. Po vazhdoni të jeni me pasditën në tribun dhe të nderuar shikues, shumica nga ju besoj që jeni duke darkuar apo përgatitur darkën, kështu që u japim tani një recetë, ide për një recetë, njëra nga ëmbëlsirat, e cila është mjaft e preferuar dhe e pëlqyer, mund të gjendë pothuajse kudo në pasticëritë tona, bëhet fjalë pra për trileçen. Për të gjithë ju që dëshironi të përgatisni një desert sa më të shijshëm në tryezën tuaj, qëndroni me ne për të shikuar në vazhdim se si përgatitet ëmbëlsira trileçja. Për përgatitjen e trileçes nevojiten këto produkte: 6 kokra vezë, 300 ml qumësht, 300 ml pana, 200 g miell, 200 g sheqer, vanilje pluhur dhe karamele. Tani do të shihni edhe procedurat e gatimit. Në fillim përgatitet padispanja. Ndajmë të verdhat e vezëve nga të bardhat dhe fillojmë i rahim këto të fundit me mikser.
Vazhdojmë të rahim derisa të arrim një masë si shkum. Në këtë pikë, shtojmë ngadalë sheqerin të përzirë me vaniljen, duke e përzirë në çdo kohë. Më pas shtojmë të verdhat e vezëve një nga një dhe vazhdojmë të përzijmë përsëri me mikser. Pasi kemi përzirë mirë edhe të verdhat e vezëve, shtojmë ngadalë edhe mielin. Duhet të kemi kujdes që të mos krijohen kokriza. I përzijmë mirë derisa të jetë formuar një masë homogjene. Më pas, masën e përgatitur e hedhum në tavë të lyer me gjalp dhe vendosim të pjekët në furrë 180 gradë për 30 minuta. Pasi padispanja është pjekur, e lejmë që të ftofet për disa minuta, më pas e nxjerrim nga tava. Në një anë qelçi hedhim qumshtin e freskët dhe përzim me qumshtin panda. I përzim mirë derisa të jenë shkrirë mjaft mirë. Në tavë shtojmë panin e freskët dhe padispanjen e përgatitur e shpojmë komplet me majën e një thike. Në këtë mënyrë padispanja do të lagët e tëra me qumshtin e përgatitur. Më pas e vendosim padispanjen në tavë, ku kemi përgatitur panin. Me padispan e hedhim masën e qumshtit. Më pas e shtojmë edhe karamelen dhe sipas dëshirës mund t'i shtojmë edhe çokoladë të shkrirë. Nëse e përgatitni, ju bëft mirë. Po besoj që ju pëlqeu ideja jonë për recetën e sotme. Tani do të kalojmë tek një rubrikë i cili Trimi është ai kolegu i cili do të përkujdeset në fakt për të na realizuar dhe të na sjellur më të rejat e teknologjisë nga bota. Kështu her pas here kur ka diçka të re do të i kemi në ekranet tona, do thotë nuk do t'ju mungojmë, po ashtu edhe nga automjetet. Kështu që t'i shohim bashkë këto dy materiale. Apple ka freskuar linjën e saj të iMac-ëve duke prezantuar iMac-un e ri 21.5 inçesh me ekran Retina 4K dhe një verzion 27 inçesh me ekran Retina 5K. Dy kompjuterët e rinj vijnë me procesor dhe grafik më të shpejt dhe me hapësirë të brendshme deri në 2 TB. Modeli 21.5 inçesh ka procesor Intel Core i7 Broadwell prej 3.1 GHz. Ai 27 inçesh vjen me procesor Core i5 ose Core i7 Skylake prej 3.2 ose 3.3 GHz. Apple po ashtu ka nxjerrë në shitje edhe aksesorët e rinj të linjës Magic duke përfshirë tastierën dhe mijun. Tastiera e re kushton $99 dhe lidhet nëpërmjet Bluetoothit. Ajo është 33% më stabile dhe më e ulët se sa paraardhësja. Kompjuterët e rinj janë tashmë në shitje në Apple Store me çmime fillestare prej $1.499 dhe $1.799 amerikan. Ferrari ka prezantuar modelin e limituar F12 TDF, i cili gjeneron 780 kuaj fuqi.
Modeli special do të prodhohet në vetëm 799 njësi dhe Ferrari premton një vetur me performancë të pakrahasueshme. Vetura ka të njëjtin motor V12 si modeli F12 Berlinetta, por me disa përmirësime që i mundsojnë të prodhojë 40 kuaj fuqi më shumë. Falë këtij përmirësimi, Ferrari F12 TDF e arrin shpejtësinë prej 100 km/h nga zeroja për vetëm 2.9 sekonda. Shpejtësia maksimale që mund të arrijë vetura është 340 km/h. I pëm prapë të rejat nga teknologjia, tani do të kalojmë tek fotografia, ku përmes disa fotografive ne do të ju pasqyrojmë ngjarjet e ndodhura në vende të ndryshme të botës. Të ndëruar shikues, është pra storia e fundit për sot, do ta përmbyllim pra me këtë storie dhe bëhet fjalë për një video qesharake. When you see somebody cute and you try to walk past all cool, but you look like this. Storms be like. Oh my god! I mean, I love our chances. You know, it's been. About to scare the cat. A done deal. Mike Machuga has won his first ever title. Look at this. Now remember, that's not a foul because he didn't let go of it. He did it on TV, folks. It's the motherfucking DR. Oh! I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. Psych! Oh! Expose him! Expose him! Damn! Lose it going forward, and Super Rastus catches an edge and then can't. You go, oh, no.
Me këtë material për mbyllim edhe këtë edicion, andaj kujdes nga kjo video mund të ju ndodhë secilit nga ne, kështu që takimi i radhës është nesër në orën 17:15 minuta me materiale dhe mysafir të ri. Gjithsesi duke falenderuar ekipin i cili mundsoi së bashku me ne dhe udhëheqësit e tribunës për realizimin e këtij emisioni. Unë ju përshëndes dhe ju ftoj të mos e ndroni kanalin. Pas pak do të jenë lajmet qendrore të Tribuna Channel.